Në atë kohë më tepër, përmeshë me futbol gjithë mitë që lushin në rrugë, atëherë futbol se mund jeshtë diçka tjetër specifike, kështu që nuk e granova, me thonë drejtë, edhe familja vetë, baba nuk më s'ka insistu fare që unë të mërshëm atë sport. Më tepër bu shka si një profesor i fizkulturës kemi Gemeno, ai më tha që më pa të lujtë mirë me shkollat, do t'i isha ke ekipi Dinamos, aq më tepër që ne u vashëm nga shkollën tonë, vartë nga sektori Dinamos. Edhe shkoj Dinamo. Jo, lujta 2 vjetë ke Tiranë, por jo rregullisht, me thonë drejtën. Nga 76 që mërova mjeshti sportive, të në 78-ën, punë 78 gjatë ti, pastaj i ka në Lelesh. Aty luta 2 vjetë, se shkopa dhe ushtarë, se nuk më doli instituti ditën, se më doli marksizmi 6 o 28. Edhe u dëdërova me bëhë shrejnë, shumë. Jo, s'ka që një trampolin, me thonë drejtën. Aq më tepër që u aktivizova 2 vjetë rregullisht, edhe lujta shumë mirë atje. Pastaj merrte ftesa nga profesor Vesheu. Po, nesën e parë mos gaboj me Shkodrën, këtu në Tiranë. Kena fitu 2-0, mos gaboj, 1 gol kam bë unë edhe 1 me tani më duket. Sigurisht, si jeta jonë atë futboll kishim, kështu që aq më tepër që duke pallat me shtetet të vëzhlivu që ka pas Tiranë dhe ka akoma sot, po ai atëherë mu dukte më i bukur se sot. Shumë i bukur, me thonë drejtë. Se Brezi jonë të them, nësa kam gabim, po për mu ka qenë Brezi më i mirë i futbollit Tiranës. Nëse mos e tjera ka nostalgji për vete, po më them se ne kishim atë qik si ma mirë se tjerët. Atëherë u bote një nesën bit, pakasuar si nesën 6 muaj me kombëtarin, aq sa shuj bite, shuj se kalendare. Me thonë drejtë ishte atë ditë kena gjy një nesën misore, mos gaboj Tirana me kombëtarin, edhe ne do ikshim me Limpildin, mos gaboj në Land Berjut, kombëtari do ishte në Austri, po mas një javë kur të ktheheshim ne. Edhe luajta shumë mirë ditë, unë dhe Çimuça. Edhe rrafëm kombëtarin 3-0. Po fleshim bashkë edhe kombëtari Tirana ke Hotel Urbana. Po bie Vesheu thotë në dy nesër ti me çimi dëshironi kombëtar bashkë. Po e marr vesh kishte ndërhyr shumë ky presidenti në kohë federatës Mehdi Bushati. Ai ishte dhënë urdhë që të dy merrnë. Por mua golin në Belgjik. Ishte një aksion shumë i bukur, me thonë drejtë. Sa i ke Boloni, nuk të ishte si rasti se ashtu se erdhi topi edhe. Po me Belgjik një aksion i joni, pak e kishte topin e sul demollarit. Duke di që ka një parapsi triblimi, dhe në atë kohë mbrojtja Belgjet bëjtë shumë presion jashtë loje. Edhe unë kisha shumë qep të tip loje se i di që mërë bashkëpine. Unë sulet top gjatë, trible dhe Cënderbekun, dola vetëm për tjerë. Në Poloni ishte një kombinim mos gaboj me Agustin Kolli, më duket me kokë, ma ullë dy para zonës, edhe një litopi diku të mrapa, pës nuk i bia do të që se më shtyri që ka mbrojtje nga mrapa. I stiktin në rita komën, mori një para për topi shumë të madhe dhe hynë një gol. Me Gjinë ka bërë të në Tiranë, mos gaboj pjesë e parë, ka qenë 1-0 për ne. Ka qenë nga krau nga ora, një top diagonal, i shtyrë dhe mbre. Aksioni i bukur. Atë vit këm dalë Gërsenus bëse i grupit unë dhe më duket e Smolar e ki Polonisë, edhe me ka 3 gole. Edhe këtu më duket i ka shënu prapë kontrarion Polonisë, po aq më tepër që neshe që i vështirë atje, po them se, për mu them se të kap një rezultat pozitiv. Aq më tepër që janë lojtarë që po luajnë gjithë në Europë sot, atëherë i neshe nuk e shifë që do në televizor, jo. Kesh mundësi që të ballafaqohesh për ditë me ato, aq më tepër që shumica e lojtarëve luajnë jashtë, që shpresoj do ketë ndonjë problem për kontarën tonë. Po ka një fal ndryshimi, po më duket se futbolli ka qenë më i bukur. Tash jo bën një futboll si shumë akademik, të rikë shumë rapa 11 veta, vetëm mesi mund të luajë me këto zona kaq vogla. Ose ka hikë bepasia futbollit që si se ka pasur futbolli gjerman për shembull, 2-3 pasat bote shënote. Rasa tralla janë to, tash me sa po shoh.